Rikthehemi. Siç thash në mbyllje të pjesës së parë, do të flasim me Elvisin, i cili është logoped, për rëndësinë e logopedit në sa i përket nevojës që ka një person që është me rënje apo humbje të dëgjimit. Dhe me sa dim ne, është ndihma juaj konsiston në rehabilitimin gjuhësor. Mund ta shpjegojmë pak më mirë këtë? Atëherë, për sa i përket pacientit i cili ka një rënje të dëgjimit ose humbje të dëgjimit, dhe në rast kur vendoset protezat, si përmend doktorësh ose implantet kokleare, është e nevojshme që të bëhet rehabilitimi gjuhësor, duke qenë se fëmia mund të ketë lidhje me humbje të dëgjimit dhe vendos implanti koklear, ka të nevojshme të përmirësoj komunikimin. Që përmendë dhe doktoresha e cegu pak më sipër që është sa më herët aq më mirë. Se me rritjen e moshës vështirësohet aftësia e fëmijës për të kapur komunikimin. Dhe kjo gjë mund të kërkojë një periudhë më afatgjate për të arritur një komunikim më cilësor. Prandaj preferohen mosha e vogël, 1 vjeç e gjysmë, 2 vjeç, që të vinë për trajtim. Pasi vendos implanti, doktoresha di shumë mirë që pas një muaji bëjmë edhe provën e parë që bën mjeku ORL, dhe ne jemi prezent aty për të parë reagimin e parë të cilën mund të bëjë fëmia, dhe më pas zhvillohet seanca logopedike. Zhvillohet mund të jetë në mënyrë intensive për ta ndihmuar fëmijën dhe për të përmirësuar sa më shpejt komunikimin. Në këtë rast pra jemi ndalur te fëmijët, po mosha, grup mosha të tjera? Atë edhe grup mosha të rritur, mund të kemi grup mosha dhe 15 ose 25 vjeç që mund ta kenë komunikimin, mund të jetë pjesa e humbjes të dëgjimit pas një traume të caktuar, që e ndihmon në rast se ai mund të ketë nevojë ose vështirësi në komunikim. Në rast se ai nuk ka një vështirësi në komunikim, normalisht protezë ose implant kokleare të cilat bëhen zakonisht me grup mosha të vogla, por ka dhe raste, doktoresh besoj di shumë mirë duke qenë nga eksperjenca që ka, që bën dhe raste të rritura. Por preferohet grup mosha më e vogël, kur flasim për implantet kokleare. Është ndryshe në rastin e një të rrituri që ka një ulje ose vendos një aparat dëgjimi, protezë dëgjimi. Prandaj në implant kokleare puna është goxha intensive, kërkon goxha kohë dhe çdo muaj duhet bërë riprogramimi tek mjeku ORL dhe më pas çdo muaj ai bën kontrollin dhe për rritjen e nivelit të intensitetit të tingujve. Fillimisht do punohet me tingujt e fortë. Në tinguj me 120, 100 decibel, dhe më pas duke programuar gradualisht, fillohet punohet dhe me tinguj më të ulët derisa të arrijë të shkapi dhe shkronjat më të imtë, që është s ose një zhurmë, orientimin hapësin ndaj tingujve dhe komunikimin. Fillimisht bëhet diskriminimi i tingujve. Kur ne punojmë me tingujt, fëmia i jepet karta të ndryshme, kur mund të jetë qeni ose macja, dhe mund të vendoset saunca, të cilat fëmijës i vendoset maca dhe fëmia në mënyrë korrekte duhet t'japi macën në sajt tingull të macës. A i vendoset tingulli i macës, me ullima e macës dhe karta, i duhet m'japi karta, midis 2 kartave. Aty ju e kuptoni që ai ka dëgjuar. Po, nëse ka dëgjuar sakt, apo ka bërë diskriminime tingull të sakt, që ka lidhur tingullin me imazhin, që është shumë e rëndësishme. Kjo është një nga format. Një nga format, po më pas vazhdohet në artikulimin e fonemave tek që janë shkronjat, fillohet zakonisht me shkronjë më të lehta që janë buzoret B, M, P, zanoret po ashtu, dhe në pas kalohet të fonemat që themi dyshep ose bashkëtingëlloret. Sa zgjat ky trajnim që i bëhet kryesisht fëmijëve, Elvis? Atëherë, trajtimi i fëmijëve në rast të implanteve kokleare mund të zgjasë edhe me vite, sepse është një trajtim që kërkon kohë, prandaj kërkohet mosha më e hershme për t'u trajtuar, që të ketë një benefit më të mirë. Por ne presim që një periudhë kohë, një vit e gjysmë që të shkojmë një rezultate, benefite të mira të punës, që të kuptojmë ecurinë dhe aktivizimin e komunikimit tek fëmia. Kjo është arsye që kërkohet një punë goxha intensive si nga ana jonë, edhe nga ana familjarëve ose dhe komunitetit ku cilën dhe vepron fëmia. Gjithashtu ne këshillojmë edhe çuarjen e fëmijës në çerte, në integrimin social, të cilën ai mund ta bëjë me bashkëmoshatarët. Është shumë e rëndësishme sepse nuk mjaftohemi vetëm me faktin e të punuarit së bashku ose vetëm me prindrit. Shumë e rëndësishme që fëmia të integrohet me fëmijët e tij, me grup moshat e veta, që ndihet i qetë, të ndihet social, mos të bëhet ky lloj diferencimi që ka implant koklear ose ka protezë dëgjimi, dhe kjo nuk është asnjë lloj gjë ose mund duket diçka ndryshe fëmia. Është një fëmijë normal, thjesht është mundsuar një pajisje e cila i përmirëson dëgjimin. Po besoj thua të çohet në ambiente çerdhes kur është po quaj rehabilituar apo është shëruar disi, se mbasi do ketë vështirë edhe për shtatin e çerdhe, nëse ai do ketë problematika në dëgjim, pastaj që lidhet drejt për drejt dhe me të folurën, me komunikimin e fëmijës. Pasi kalon një periudhë kohe, pak në 3 ose 6 muaj, cilën e ka filluar
të identifikoj timu ose të orientohet nëpërmjet timit në hapësirë, atëherë normalisht ne këshillojmë që ai të rikthehet në çerdhe ose të fillojë çerdhe në rast se nuk e ka filluar ose kopshti. Sepse na ka ardhur raste moshave të ndryshme. 1 vjeç e gjysmë, 2 apo 3 apo 4 vjeç. Dhe secila moshë ka pastaj nevojën e saj në varësi në varësi të shkallës së humbjes së dëgjimit, ka nevojshme dhe trajtimin, ose dhe intensiteti i trajtimit, ose dhe kohëzgjatja e tij. Do të ndalim pak edhe tek skeda tjetër, simptomat e humbjes së dëgjimit, për t'i analizuar bashkë me doktoreshën edhe për të parë se cilat janë ato. Simptomat e humbjes së dëgjimit nisi me vështirësitë në kuptimin e fjalëve, kryesisht në ambiente me zhurmë. Supozohet që kur ka zhurmë është e vështirë për ta dëgjuar. Është, po, personat që e kanë këto probleme kanë akoma më të theksuar dhe thonë, shiko, unë në këtë ambient, për shembull në zyrën tonë, unë ty të dëgjoj, por kur jam në ambient në kafe, kam vështirësi të dëgjoj, ose janë disa persona njëkohësisht, ata kanë të vështirë t'i ndjekin apo t'i kuptojnë dhe shpesh kërkojnë ose t'ju afrohen, ose t'ju apërsërisin. Tjetër, që ata, do më thënë, shprehin, kanë vështirësi kur flasin në telefon, shpesh e duan me zë shumë të lartë, kur shikojnë emisionet në televizor apo në radio. Po, kjo është një nga simptomat që ngre zërin e televizorit. Dhe këtë e vënë re familjarët, jo vetë personat, sepse rënja e dëgjimit të tyre ka ardhur gradualisht dhe ata e pranojnë si diçka normale, nuk e kuptojnë. Ndërsa të tjerët përreth që ata jetojnë, e kuptojnë që diçka nuk shkon. Zhurmë në vesh, tinnitus është në pllaka? Është një ndër ankeset e shpeshta që pacientët vinë dhe ankohen. Kur janë në përgjithësi moshat e treta, e kanë shumë të shprehur, shumë e shpesht si ankesë. Nuk thonë që unë nuk dëgjoj mirë, por thonë që kam zhurmë në vesh. Dhe ne aty e kuptojmë që diçka mund të ketë ndodhur me dëgjimin. Pas bërjes së audiogramës, në pjesën më të madhe të rasteve, në këtë moshë vihet të re që kanë rënje dëgjimi për frekuencat e larta. Ndërkohë, te moshat e reja që kanë zhurma në vesh, jo patjetër ka rënje dëgjimi. Do të thonë, shpeshherë audiograma është normale. Ndërkohë, kjo zhurmë i referohet shkaqeve të tjera që janë shumë. Megjithatë, ne na takon kjo pjesa për të ndarë nëse është veshi problemi i kësaj zhurme apo jo. Dhe kërkojnë të flasësh ngadalë, ishte pika e fundit, pak a shumë ajo që thatë, pra kërkojnë të afrohesh ose të flasësh pak më ngadalë, ndoshta me zë më të lartë, që ata të jenë të gatshëm ta kuptojnë fjalinë për të cilën po mundohesh të komunikosh me ta. Këto janë disa pra nga simptomat e humbjes së dëgjimit. Ndalemi pak te trajtimi tani. Pasi përcaktojnë se cili është shkaku i kësaj rënje apo lloji, ai klasifikimi që bëm në fillim, që i ndajmë në grupe, aty përcaktojmë edhe trajtimin. Nëse shkaku është tek rënja e dëgjimit konduktore, shkaqet mund të trajtohen me medikamente, për shembull, janë infeksionet e veshit të mesëm, ato që mund të japin rënje dëgjimi konduktore. Në këtë pikë, trajtimi i këtij infeksioni do përmirëson të dëgjimin. Një rast i thjeshtë është edhe grumbullimi i dyllit në vesh. Grumbullimi i dyllit në vesh, te të gjithë personat, nga më të vegjit të më të rritur, sjell rënje dëgjimi. Shpesh vinë dhe ankohen për bllokim të veshit, nuk dëgjojnë mirë. Dhe kur ne shohim që është kjo, mund ta zgjidhim aty në moment. Dhe më pas se quhet lavazhi i veshit apo e gaboj? Ka disa mënyra, një ndër këto është edhe pastrimi me ujë, lavazhi i veshit. Por edhe me aspirim, duke varet, domethënë, cilën preferojmë. Po. Tjetër mund të janë dëmtimet traumatike daullës së veshit. Me thënë një traumë që mund të jetë nga traumat më të vogla dhe nga një pakujdesi që njerëzit përpiqen të pastrojnë vetë dhe pa dashur ata dëmtojnë daullën e veshit. Në këtë moment ata ankohen përveç të dhimbjes që kanë ndier edhe për mëra dëgjimi, tani dëgjoj zhurmë, domethënë edhe në këto raste vjetre. Trajtimi është ndjekja, daullja e veshit. Ndoshta edhe duke pastruar, me sa di unë, ju mjekët jeni
totalisht kundër përdorimit të atyre shkopinjve të veshit që janë me pambuk. Ne I rekomandojmë Të mos përdore në pjesën e brendshme. Dhe me ato mund të ndodhë që të dëmtohen, pra ky është rreziku I tyre. Nëse dëmtohet dallja e veshit, çfarë bëjmë? Po, sipas rëndesës të këtij dëmtimi, nëse është dëmtimi I madh, mundësia që ajo të rigjenerohet vetë është shumë e ulët. Nëse është dëmtimi I vogël, pritet, këshillohet që të mos e lagi veshin, ta mbajë të thatë dhe ta kontrollojmë her pas here, mbas 1 muaji, mbas 2 muajsh, 3 muajsh. Domethënë e ndjekim në kohë. Në momentin që ajo nuk ka fuqi të rigjenerohet, ajo që bëhet është bërja një daulle të re nëpërmjet operacionit që quhet timpanoplastik. Dhe në këtë mënyrë ne bëjmë një daulle të re, por që nuk është si ajo e natyrhalja, po themi që. Prandaj dhe ne, domethënë në këtë rast I këshillojmë shumë që të kemë kujdes. Ndalemi pak tek aparatet. Aparatet e dëgjimit. Aparatet e dëgjimit janë disa llojesh, ato ndihmojnë shumë persona që kanë vështirësi në dëgjim dhe në të gjitha grup moshat. Në momentin që ne kemi vendosur një diagnozë, kryesisht janë rënje dëgjim neurosensoriale, ne këshillojmë pastaj vendosjen e aparatit të dëgjimit. Si aparat, ai bën amplifikimin e tingullit. Do thotë që rrit intensitetin e tingullit që shkon në veshin e këtyre pacientëve, në mënyrë që t'i ndihmojë që ata të dëgjojnë më mirë. Dhe aparatet nuk vendosen te të gjithë personat. Domethënë, ne përcaktojmë një nivelin e rënies së dëgjimit dhe pastaj këshillojmë vendosjen e aparatit. Personat që nuk dëgjojnë fare ose dëgjojnë pak, aparati nuk ka fuqi që t'i ndihmojë. Domethënë, në këto persona është implanti koklear ai që ju bën punë. Ndërsa dikush që ka një përqindje të mjaftueshme, rënjet e dëgjimit kryesisht mesatare të rënda, ndonjëherë edhe pak më shumë, domethënë edhe shumë të rënda, aparatet të fuqishëm I ndihmojnë që ata të dëgjojnë më mirë. Jo normalisht, por ndihmojnë që ata të mos izolohen, të mos rrinë të veçuar. I ndihmojnë të dëgjojnë më mirë, po në afat më të gjatë. A ka mundësi rikuperimi pra për të hequr fare nëse një pacient përdor aparat? Më vonë, mund të jetë një pacient që përmirësohet dhe ka një dëgjim normal pas problematikës që I është shfaqur më herët. Desha të them dhe diçka. Rënjet e dëgjimit neurosensoriale nuk janë të rikthyeshme. Domethënë personat që e kanë humbur dëgjimin për disa frekuenca ose e kanë humbur, e kanë të përkeqësuar, domethënë, nuk ju rikthehet mbrapsht. Aparati thjesht ndihmon që ata të dëgjojnë më mirë, por nuk ka shanse që duke hequr aparatin ata t'ju rikthehet dëgjimi. Në përditshmëri do ndalem pak edhe me Elvisin, me gjitha trajtimet që ju bëni dhe ofroni si logoped për fëmijët së pari, që është pjesa më e rëndësishme me mendja e punës tuaj, po edhe në rastet e traumave, ndoshta dikush mund të ketë nevojën në varësi të dëmtimit që ka pësuar gjithmonë. Në përditshmëri, sa penalizuese, po themon, sa pengon mungesa e dëgjimit? Ju si e vëreni ndoshta edhe komunikimin me prindrit, të cilët normalisht besoj shqetësohen shumë kur kanë një problematik tek fëmia? Atëherë, normalisht vërehet shumë, sidomos referimet nga vi nga prindrit, kur shqetësimi kryesor I tyre është mos reagimi kur I thrasin, ose mos reagimi ndaj zhurmave të ndryshme që mund të jenë me intensitete të ndryshme. Mund të jenë me intensitete të ulta ose me intensitete të larta. Dhe kjo është arsye që komunikimi nuk më reagon, nuk më kthen përgjigje, ose nuk e ka vëmendjen fare në atë moment që unë I flas, dhe ndoshta ndonjëherë thon, sikur nuk e kupton, nuk ka aftësinë për ta kuptuar atë çfarë unë po I them. Ndërkohë në këtë rast, siç bëhet pjesë e diagnostikimit, kemi ulje ose humbje të dëgjimit. Me vendosjen pastaj fillon dhe puna e një logopedi. Por që është e vështirë dhe shqetësim kryesor I tyre është dhe në sajt të mos reagimit të fëmijës ndaj këtyre tingëve ose ndaj komunikimit. Ka një komunikim të vakët, jo në përputhje me moshën biologjike që themi. Kuptoj. Dhe pjesa e gjithë procesit tuaj për ta rehabilituar dhe për ta përshtatur sa më mirë fëmijën me mjedisin përreth, e gjithë kjo vëreni që ka vështirësi në përditshmëri? Normalisht vëren vështirësitë në përditshmëri,
si në bashkëkomunikime me moshatarët, fëmia është më i tërhequr, më asociale dhe nuk e ka atë aftësinë ose dëshirën për të vazhduar sepse ndihet dhe i frustruar ndaj të tjerë sepse ndoshta nuk artikulon një fonem ose një fjalë të caktuar në rregull. Shkakton dhe nervozizëm ndoshta? Dhe nervozizëm, po. Sepse kur nuk arrin dot të shprehet në mënyrën e duhur, fillon bëhet edhe nervoz. Edhe kjo gjë e që fëmijën që të mos jetë komod në komunikim dhe një lloj tërheqje, një lloj asocializimi, qoftë ndaj bashkëmoshatarëve ose edhe ndaj personave më të rritur. Sepse dikush mund t'ja ketë vënë në dukje këtë problematikë që mund të ketë në komunikim dhe kjo gjë ka bërë fëmijën që të jetë më i ndjeshëm dhe të tërhiqet nga komunikimi. Shpesh na kanë ardhur dhe në sajt eksperiencë kanë ardhur rast cilët seanse para nuk t'i asnjë lloj komunikimi, asnjë lloj atashimi, totalisht të tërhequr. Prandaj puna fillimisht punohet me fëmijën me atashimin, socializimin e tij, qoftë me mua si logoped ose me kolegët, qoftë me ambientin, sepse nëse ai nuk socializohet në ambientin e ri, ose dhe me mua se jam personi i ri për të, nuk mund të punohet direkt në komunikim. Falni? Dhe kjo është arsye e cilën ne punojmë në socializimin, në marrëdhënie me fëmijën, gjithashtu dhe në lirshmërinë e emocioneve. Që sa më i lirshëm, sa më pozitivitet, ai fillon të shprehet më mirë. Dhe kjo gjë më ka ndodhur rast cilë një fëmijë për një muaj të ishte i tërhequr. Nuk jepte asnjë lloj feedbacku, asnjë lloj komunikimi. Nuk të ndihmon as ty ndërkohë me punën. Ndërkohë ti shpesh pyesja veten thoja, "Okej, ka diçka që nuk po shkon ose s'po bëjmë punën siç duhet", ndërkohë që ishte vetë fëmia i tërhequr për shkak të problematikës. Më pas kaloi një periudhë goxha e mirë dhe fëmia filloi të ndihej shumë komod, sidomos kur e trajton në formë e shokut. Sidomos fëmijët që janë mosha 5-6 vjeç, ata ndjen vetëm më të rritur. Të duhet të zgjedhësh edhe sipas grup moshës edhe mënyrën se si do i përqafësh, si do afrohesh. Më ka ndodhur me raste dhe më të rritur që ti duhet të bëj biseda në mënyrën e shokut, ti ofrosh si shok. Dhe ndërsa raste kishte bisedë të cilën ato që i shprehte me mua nuk e shprehte dot familjarët, ishte ajo komoditeti dhe lirshmëria. Prandaj do gjetur mënyra se si ti duhet punosh me një individ, sepse jemi unik si individ dhe fëmijët secili ka mënyrën e vet. Dikush e do nëpërmjet lojës, dikush nëpërmjet një aktiviteti ose nëpërmjet një lloj lirshmërie që krijohet. Do të bëjmë vetëm një shkëputje të vogël publicitare dhe kur të kthehemi, siç thamë, në pjesë të fundit do të mirëpresim pyetjet tuaja përmes telefonatave. Pas pak jemi bashkë.